Atëherë Dosi si e pat barazimin e Elbasanit në Rogozhin? Të jem realist, sipas rezultatet që erdhin, të vjen keq. Se me 2-0 me të arrish 2-2, po në fundit luajtim kundër Rogozhinës. Jo më kotash ekip kampion. Por mund ta kishim administruar dhe pak më mirë lojën. Por sa i përket pastaj edhe episodet vendosën. Po të kishim qenë pak më të kujdesshëm, do të thotë të kishim kaluar. Për pjesën e gjykimit s'ka të tjerë njerëz janë kompetent për atë punë. Ndërkohë pas Ignatias vjen Dinamo, një tjetër ndeshje e vështirë, rival direkt në Elbasan, si e prisni? Unë mendoj që ekipi jonë me ndeshjet rivale me ekipin e Kaçës parë pothuajse ka luajtur gjithë ndeshjet mira. Edhe me rezultat. Besoj që Dinamo nuk është e vjeçme, sepse ka shumë largime, neve si mjet kemi pas edhe kompaksi, dhe kam thënë që në fillim që neve Kaçën ne kemi pa diskutueshme, po ndoftë edhe çik më lart. Ndërkohë përfitet që mund të vinë dy afrime, dy lojtarë të huaj, nuk ka bërë shumë lëvizje Elbasani, si e shihni? Unë mendoj që grupi është i mirë. Ndofta ne ka moment që edhe mirë ka bërë që s'ka bërë shumë ndërhyrje. Sepse në herë kur bëhen ndërhyrje ndofta prishin edhe planat e grupit që është më realisht.